duhet ta pranojmë fillimisht me durim. Ta pranojmë me një durim të bukur e të mirë, nga se durimi nuk është thjesht një qëndrim pasiv, por është qëndrim aktiv, bindjeje dhe besimi të sinqertë. Pra duke ja dëshmuar Allahut lidhjen e fuqishme mes nesh edhe mes tij. Kur na vjes prova, ne duhet jemi durimtar. Nga se nuk ka zgjidhje më të mirë se sa të tregohesh i durueshëm. Kur e dim se ajo që vjen nga ana e Zotit nuk mund të jetë ligësi për ne, e kuptojmë se fundi i çdo gjëje që vjen nga ana e Tij është mirësi. Kjo që në fillim neve na qetëson zemrën dhe shpirtin. Na bën të kuptojmë se thjesht jemi duke kaluar përmes një faze të re testuese. Në një mënyrë tjetër prej asaj që jemi testuar më herët. Pra, nëse je testuar dje me diçka, e ke kaluar atë test me sukses, nuk e dështuar por ke triumfuar në atë test, tani Allahu e ka ngritur nivelin e testimit ndaj teje. Sepse është duke të parë ty si kandidat potencial për të arritur shpërblimin e xhenetit. E për të arritur shpërblimin madhështor të xhenetit, duhet të testohemi në jetë. Dhe për këtë shpërblim duhet të tregohet durim. Prandaj Allahu në Kur'an thotë: "O beshiri sabirin." Pra kur robërit e mi sprovohen me sprova të ndryshme që Allahu i ka përmendur, thotë përgëzoi durimtarët. Nga se durimi është qelësi i triumfit në sprova. Njëherët edhe pejgamberi i dashur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në hadithin që shpesh herë përmendet, edhe është mirë që përmendet sepse është përkujtim për ne në rrethanat jetësore ku ne kaplohemi me mirësi se çfarë duhet veprojmë, si duhet jetë qasja jonë, por në rrethanat testuese kur ne goditemi me fatkeqësi të ndryshme, si duhet jetë qasja jonë dhe çfarë duhet të themi dhe si duhet të reagojmë. Thotë ajaban li amril mu'min. Thotë është e mahnitshme çështja e besimtarit. Inna amrahu kulluhu lahu khair. E gjithë çështja e tij, kauza e tij, jeta e tij është mirësi. Pse është mirësi? Thotë in asabathu sarra shakar fa kana khayran la. Në qoftë se atë e kaplon një mirësi, ai tregohet falëndërues ndaj Allahut dhe kjo është më e mira që ai bën. Pra kjo është çësia më e duhur që ai duhet të ketë ndaj Zotit Madhërisëm. Është falëndërues. Mirësinë që e ka në posedim nuk ja atribon aftësive dhe mundësive të tij personale, por ja atribon Allahut Madhërisëm. Nga se fal Allahut ne ekzistojmë, fal Tij ne gëzojmë për mirësive të shumta, dhe fal Tij ne do ta kemi kthimin ton fisnik në jetën e përtejme, atje ku u krijua shpirti ynë në fillim, për të dalë sa më mirë e sa më faqebardh para madhërisë së Tij. Prandaj thot, kur ai kaplohet me një mirësi, falenderon. Por në anën tjetër, in asabathu darra sabar fa kana khayran la. Nëse atë godet ndonjë fatkeqësi, ndonjë sprov, ai tregohet i durueshëm dhe kjo është më e mira që ai duhet bëj. Çfarëdo që të mendoj robi diçka tjetër, kur i vije sprova përpos durimit, ai gabon. Thjesht tregohu durimtar. Ruaje mendimin e mirë për Zotin e Madhërisëm. Në mënyrë që të hysh në përgëzimin që Allah ka përmendur përmes ajeteve të Tij. Sepse durimi është mburoja që na mbron nga thyrja shpirtërore dhe na ndihmon të kalojmë sfidat me dinjitet.